antidemokratike, fashista. Unë nuk e kom dëgju këtë kryeministrin detyrë të thonë ne do t'ja marrim të gjitha të drejtat sërbëve, komunitetet e tjera. Jo, s'e kom dëgju. Megjithatë, siç e tha dhe Matoshi, janë procedurat të paracaktuara me kushtetutë se si mund të ndryshohet ajo. Tashti, Shtetet e Bashkuara, tash po him pak teori konspirative, po unë e besoj këtë. Shtetet e Bashkuara dhe Shtetet e Evropës. Njëra ndër arsyet pse i kanë dhënë prerogativa kaq shumë serbëve është dy arsye. E para është mos milion shqiptar të mu bashku, Kosovën edhe Shqipërinë, do me thonë me pas perëndimin i dorë përmes listës sërbe ose kushdo me parandalu bashkimin eventual, përmes prerogativa kushtetuese, dhe e dyta është që me lojën edhe me Serbinë edhe me Kosovën. Tash të na folim për perspektivës tjetër, po të shimkona Amerikanë edhe na që ashtu ja këshim bu. Jo, po, ata po edhe Anglezë edhe Gjermanë. Ta të gjemë kriminalë se kemi të shvasin. Pra, më falni, nështë po pihi pak fillit, po unë e besoj këto shumë, dhe këtu sene për ta janë të shajta. Deri sa këto shtetet demokratike nuk ndryshojnë radikalisht gjë që mund të ndodhë, si që po ndodhë me populizmin anë kënd që ka fillu me prek Evropën e Amerikën, deri sa këto shtete demokratike këta me fanatizëm kanë me mbrojtje të karakter që na kanë dhënë neve në 2008. Mirë, ti Krenar, a mendon që kanë bërë mirë ku ne i kanë dhënë kështu, apo ka qëndosh ndryshe? Kjo është shumë esenciale. Edhe ne fal. A kanë bërë mirë ku ne i kanë dhënë kështu shtetin? A është mirë kjo për neve si shtetar? Apo ka qëndosh ndryshe? Qysh s'është mirë, adem se Po s'është ti mirë. beson në shtetin multietnik të Kosovës? Qysh be nuk besoj, nuk ja shohim na sherrin shtetit multietnik. Na e shohim sherrin kur s'kena institucione drejtësisë, kur kena ajni. Çatëherë ja shohim sherrin. Po pajtona, edhe me krenojnë, nështë amoti që më pajtu, po pajtona. Edhe dyta, unë i ndëzgjoj plët njerëz anë. Si mundet një djalë nga Prishtina? Kërkoj falje Arben. Seriozisht tash me shumë respektin. Jo, me shumë respekt edhe për ty, por unë ndërpreve. Okej, mirë, vazhdo. Hajde, vazhdo. Jo, si mundet një djalë nga Prishtina që beson në Kosovën multietnike, dhe se unë edhe ti jemi parafërsisht në të njëjtat ujra kemi kaluar, ne të dy jemi rritur me këtë, jemi brumos të themi me multietnicitetin, jo me unmikizimin as shumë sa me multietnicitetin. Bile dhe gashi, aty është. Si mundet dikush që ka kaluar në gjithë këtë, të themi, programin multietnik, beson që Kosova multietnike dhe shteti multietnik është e mirë për vendin, në një moment të caktuar të mbështes Kurtin, pyte 1 milion që. që është e kundërta e kësaj, pra është kauzën kryesare e ka Që po ta tërheqin një paralelin në Gjermani. AFD-ja, Parti Populiste, pritet mi fitu zgjedhjet kur do të mbahen mbas 4 vitesh. Njerëzit, mas së shumti, pse pivotojnë çdo partit populiste është për shkak të emigracionit pa lehtëshëm. Por, çdo partit populiste përpos emigracionit pa lehtëshëm po thojnë edhe jena me Rusin, jena kundër Ukrajinës, jena kundër Evropës, jena kundër NATO-s. Tashti, qytetari që është qasë shumë i irritum për emigracionit pa lehtëshëm, nuk pikëqyr të pika tjera. Ati vish për interesën lufta kundër emigracionit pa lehtëshëm. Te kthehemi tash te Albin Kurti. Njerëzit që ka interesu Albin Kurti, ka thonë Republika e 3, Republika e 4. Plot njerëz e kanë votu kundër korrupsionit. Plot njerëz e kanë votu kundër një klik politike me zhvendosën për shtet. Pra, ka arsye të ndryshme Arben pse njerëzit votojnë dhe vazhdojnë me i besu Albinit. Jo domosdoshmërisht. Nuk shpërmend edhe këtë pjesën tjetër që kur asnjëherë nuk ka qenë kundër asnjë komuniteti të caktuar në Kosovë. Absolutisht. Sepse do të ishte totalisht e padrejtë. Nuk ka karakteristika në pikpamjet e tij politike fashiste. Nuk ka. Ndoshta mund të tingëllojnë ndonjëherë ashtu, por nuk ka. Pra, Arben, besoj që kjo është që shteti multietnik pra është bërë me këto synime, pra perëndimi ka menuar që na shqiptarët mundën me kriju destabilitet mas pavarësisë së Kosovës, sepse ne sekreti jon, plani jon sekret është që do të bashkohemi me Shqipërinë. Dhe ata nuk e kanë problem në ashta bashkimin me Shqipërinë, ata e kanë problemin mas dhe efektin domino, që mundet me ndodhë me Evropë.